Fenomeni i këtij edicioni padyshim është Gjesti, konkurrenti i cili u eliminua nga gara e shtëpisë më të famshme në Kosovë dhe u fut në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, që pra atij momenti ai ka poshtuar çdo portal. Gjesti ka ndarë publikisht sfidat e tij personale duke përfshirë marrëdhëniet komplekse me familjen e tij në Pej. Në një intervistë kohë më parë, ai kishte rrëfyer se ka bërë veprime që kanë zhgënjur dhe lënduar familjen e tij, gjë që e shtyu të largohej nga shtëpia dhe të përballet me vështirësi të shumta, si fjetja në rrugë dhe mungesa ushqimit. Gjesti gjithashtu ndau se ka një raport të tensionuar me babain e tij, duke përmendur se kur i dërgonte bukë, babai i hidhte jashtë. Gjesti, siç e thamë dhe më lart, aktualisht është një nga personat më të përfolur mediatikisht edhe në rrjetet sociale. Para se të dilte i këtij taku nga shtëpia, ai kishte krijuar një raport mjaft të mirë për të, por se çfarë do të ndodhte me ta, na mbetet të presim pasi të përfundojë spektakli.